sot për ju një histori që na dëshmon se energjia dhe vullneti nuk varen vetëm nga mosha. Do t'jem sot me një zonjë 65 vjeçare. Do takojmë Merita Kurtin, e cila sot po zhvillon një seancë stërvitore. Shkojmë. Zonja Merita, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ju gjeta dhe do na falni sot që ju ndërpresim seancën stërvitore. Si fillim shumë në formë, shumë komplimente. Faleminderit. Unë di që keni 10 vjetë që merreni me palestër. 17 vjetë. Do të më tregoni pak se si lindi gjithë kjo dëshirë për të vazhduar palestrën? Kam qenë shumë e smur nga mesi dhe kam qenë gërmuq fare. Dhe fillova të bëm fillim brap nga liçeni. Pastaj, nga që më lindi goca fëmijët, rritaj që ka 2 vjetë fëmijët e gocës, janë 19 vjeç tash, edhe hyna në palestër, edhe nuk e kam lënë as një ditë. Më ka bë mirë palestra, dhe më jam mirë me shtet. Pra mbi 17 vite që shkoni në palestër, dhe më thatë që fillimisht e nisët për arsye shëndetësore. Si jeni ndjerë në fillimet tuaja? E kisha pak vështirë, pastaj duke ashtu e mora veten. Dhe pa palestër nuk bëj fare tash. Ushtrojeni vetëm apo me instruktor? Ja, ku e kam instruktoren. Në këto 17 vite, çfarë ndryshimi keni ndjerë, qoftë fizik, por edhe nga ana emocionale? Jam shumë mirë, nuk pi laçme, nuk pi asgjë. Palestra për ju është disiplinë? Është jetë. Jeta ime është palestra. Do të më thoni çfarë ju jep palestra që nuk ju jep asgjë tjetër? Palestra më jep kënaqësinë më të madhe që e kam ndonjëherë. Do të vi me shumë gëzim. Jam shumë e kënaqur. Kam shoqe shumë të mira këtu. Dhe argëtohemi shumë. Ashtë mënyrë e jetesës time. Mirë. Do. Me zërbres ditë për ditë që të vi ora që të shkojmë palestër. Pra 17 vite dhe nuk ju është mërzit. Nuk jam mërzit asnjëherë. Më përshkruani një ditën tuaj të zakonshme, si nis nga mëngjesi? Si e nis ditën? Unë jam muslimane që falen 5 vakte. E nis ditën me sabahun që falen mëngjes, dhe nuk shtrihem mo. Gatuj, bëj gjellë që më do, se kam 7-8 një për mbesa. Ndihmoj nuse, vira 10-9:30 vim palestër dhe 11. Kjo është jeta ime. Pse shkoj në shtëpi, ndihmoj prapë në shtëpi. A ka pasur momente që e keni humbur motivimin, ndoshta keni dashur të dorëzoheni, jeni lodhur? Asnjë moment. Më duket sikur po vim punë kur vim palestër. Pra është disiplinë. Kam disiplinë. Nuk bungoj asnjëherë. Çfarë mesazhi apo këshilla keni dëshirë t'ju jepni gjithë atyre që hezitojnë të shkojnë në palestër, ju mungon motivimi? Unë i them, motivohen edhe nga unë që jam 65 vjeç, që të bëjmë ato. A keni shoqe të moshës tuaj që ushtrohen bashkë me ju? Kam shoqe. Kam një që vinë këtu palestër, kam një 2-3 herë mosha pak më të vogla se unë. Pak lot. Po shora e vonë tash, do vinë 11 ato. Cilat janë bisedat tuaja të zakonshme? Zë palestra një pjesë të madhe të tyre? Ja ke majtë e qik dietë, këto biseda kemi me shoqet, qa hajmë, qa pimë. A ndishni një regjim ushqimor? Unë faktikisht nuk bëj dietë. Haj në familje qa gatuj, nëse e fi qik në vëlsira që i kam qef. Për pas taj vini i tretë. Toja. Po familja juaj? A ushtrohet edhe ajo? Po, edhe fëmijët, ja. Çuni shkon palestër, tjetri bon vrap, goca në palestër, shkon gjithë palestër. Do janë pra është stil jetese për gjithë familjen tuaj. Çuni në futboll, do janë gjithë. E i voglit në basketboll, shkon gjithë. Sa herë në javë ushtroheni? 5 herë. 5 herë. Edhe sa orë në ditë? 1 orë e gjysmë. Se 1 orë kemi aerobi çdo ditë. Aerobi dhe crossfit. 2 herë crossfit, 3 herë aerobi. Përveç përfitimeve fizike, çfarë keni ndjerë nga ana emocionale? Pasi dim që jam shumë e lirshme, jam shumë mirë. Nuk kam as stres, asgjë. Do jaroj gjithë gjonat këtu në palestër. Këtu në palestër. Ka pasur momente që keni dashur të dorëzoheni? Jo. Asnjëherë. Çfarë ju mban kaq fort? Nuk e di. E kam pas që e vogël, ku dëgjoj unë shkoj ta bën. E kam shumë me qejf palestrën.
Si do t'i këshilloni? Duhet rutinë ta kem ta bëj për herë. Nuk e di derisa do ta vazhdoj, po 17 vite tani. Çfarë këshille do t'ju jepni të gjithë atyre që hezitojnë tani? Do të më rendisni përfitimet që unë i them të gjithë të regjistrojnë palestër, se si palestra nuk ka. Ti len kafet, që shkojnë për kafe, për gjonë. Sa 32 orë në kafe, më hajde në palesër një orë, edhe knaqesh, edhe relaksohesh, gjithë mirë atje palestra. e ndërthurni me ushtrime në natyrë, ndoshta ecjen? Jo, shpesh, nga që vje 5 herë këtu, edhe kam asë lodhe. Është mjaftueshme. Nga që vi për herë këtu. Shkoj në herë kur nuk kemi të shtunën, shkoj deri ke piramida, në këmbë, dalë kështu. Hypi ke shkallë deri në fund zbres, hypi dhe ke shkallë deri në fund, 125 shkallë janë ato. Hypi zbresi 2 herë dhe vi shtëpi. Nëse kthehemi 17 vite më përpara, kur ju e keni nisur palestrën, si e kujtoni? Ishte një dëshire juaja personale apo ka qenë dikush që ju ka Unë shkojsha me sugjeruar? gjithë tim shoq. Ka qenë palestra, nuk kishte as i femër kur shkojsha, unë vetëm tek tuk në një. Edhe fillosha bësha vrap në fillim, pastaj pak aerobisë s'kishte. Do nuk kishte shumë, isha palestre vogël. Nëse kjo është e madhe, kjo palestre që kam këtu. E nisa vash, derisa arritë tash këtu, që s'mund të rrit dot pak të. Shkonit me bashkëshortin, motivonit njëri tjetrin. Bashkëshorti më ka ndru jetë, ka 50 vjetë. I thote fëmijëve bilës mami, pa hongër leni, pa palesër mos e leni, i thote të shpuni. Se nga që i kisha me qef. Unë uroj që motivimin ta keni, ta vazhdoni dhe t'jeni kështu në formë gjithmonë. Shumë faleminderit nga ju që më morët në intervistë. Faleminderit që na prit. Rita, do kalim ke pjesa aerobis tash, do kalim me hapin bazë anësore dhe pastaj me stepin me këmbën drejt dhe këmbën e mbledhur anash. Gati? 3, 2, ec. 1. 2, stepi. Opa. Tjetra, mblidhe. Mblidhe dhe një, mblidhe para. Opa. Këtu. Pap. Pap. Ha, gati? Edhe jarë. Step, hapi bazë, 3, 2, start. Op. 1, 2, stepi. 3. Ec. Mblidhe. Kalovi. Merita na i përmendi në fakt instruktoren e saj dhe unë desha të bisedoj pak me Eurola Tarushin. Përshëndetje. Gjatë intervistës, Merita u duk që ka shumë dëshirë të vijë në palestër, por ti do të na tregosh sa bashkëpunuese është ajo. Atëherë, Merita, unë bashkëpunoj me Meritën prej gati 2 vitesh. Bëjmë tash në prill 2 vite. Nëse të tjerët është ndonjë ditë feste, çfarë këto bajrame, jo vit i ri, jo festat, Që mungojnë? që mungojnë, Rita është e vetmja që nuk mungon. Nuk mungon asnjëherë. Gjithmonë ka diçka më shumë më tepër për të thënë. Do bëj një lëvizje më shumë se gjithë tjerët. Është gjithmonë plus për çdo lloj lëvizje, për çdo lloj metode në stërvitje klasike. Si e ke parë progresin e saj ndër këto vite? Ka qenë histori goxha e mirë, kur kam ardhë bën një stërvitje. I kam ndryshu pak dinamikën, i futa crossfitin mes, i futa aerobin, ushtrimet hit, dhe avash, grad, fillon duke u përmirësu akoma më shumë. Duke rregullu sistemin respirator, kardiovaskular dhe tash janë në gjendje që t'i përballojnë gjitha ushtrimet nga fillimi deri në fund pa asnjë lloj shqetësimi. Pra ajo vjen vetë me dëshirën e saj, të shpreh ndoshta shqetësimet e saj dhe ju i jepni sugjerime. Kjo po, patjetër, por mund të them që është një ndër të vetmet që mund të vi gjysore para se filloj klasa aerobis. Do të ne kemi klasën orën 10 me 11, Meritën e keshën orën 9:30 vazhdo me pistën përpara, pastaj vjen në klasë. Si e shikoni këtë dëshirë të saj, këtë motiv për të ardhur në palestër krahasuar me të rinjtë e sot? Do doja shumë që e gjitha ai frymëzim dhe e gjitha ajo mirësi që ka për pjesën e palestrës ta përcjellë edhe tek pjesa e të rinjve, por që është pak e vështirë se nuk ndodh. E nisin 2 ditë, 3 ditë, maksimumi mund ta shtin 2 muaj, në bazë 2 muajve nuk vjen më. Si e shikon ti? Besoj se ke, domethënë, ushtron edhe të rinj, edhe të tjerë si Merita. Si e shikon ndryshimin? Mendoj që më në, le të them, më disiplinë e ka mosha 30+. Mosha më e vogël
vinë ose para vere, ose mbas festave. Pra të trupin e verës, plazh. Bëhem gati vetëm për trupin e verës, bëhemi nga marsi deri në qershor maksimumi, po ta shtoj unë. Korri gusht e ke palistrën bosh, nuk ke njëri fare. Pra janë të fokusuar me sa shikojmë më shumë te dukja. Nuk i din ato përfitimet e tjera shëndetësore. Si thash, njëra dorë la tjetrën. Është e mira që të vim ti bëjmë si pjesën e ushtrimeve, kardion, veglat pse jo. Për ato që nuk ka mundësi që ose të hapin as pjesën e orareve të aerobisë ose të crossfitit, po edhe nëse nuk mundet dot fizikisht, veglat janë goxha premisë mirë për të vazhduar pjesën e stërvitjes. Falenderoj shumë që Faleminderit ju. Përvojat tuaja. Faleminderit.